ndoshta një prononcim për fituesin e Big Brotherit. Tu ka qenë, e ke mbështetur shpesh publikisht Gjestin. Ti je një ish fitues e një Big Brotheri në Kosovë, si e shikon? Dhe pyetja e dytë më njëherë mbas kësaj është çfarë ndodh me të dy? Jo, meqense Gjesti ka ardhur nga Big Brother do fut Shqipëri, a do e kishe menduar ndonjëherë të rifutesh në një reality që ishte ky i Shqipërisë? Për momentin e parë që unë e quaj që u bë pa drejtësi, kam thënë ky është fituesi. E ke parashikuar. Momentin e parë që ka dalë nga Kosova me atë lloj pa drejtësie, kam thënë që do që u fut, kam ky është fituesi, është i padiskutueshëm. Kam arrit ta mendoj këtë, kam folur me dikë tjetër. Edhe e parashikove pak. Po direkt moment pas që ata do u fut në Shqipëri tash ky është fituesi pa diskutueshëm. Është një yll që bë wow mball dikujt me të thënë të drejtën. Ne kemi mbështetur gjithmonë, edhe. E kam mbështetur në Kosovë, shiko, po mos kisha marrë vet pjesë në Big, nuk do isha përfshi. E kam njoh shumë pak. Kam njoh gjithë rrethin e tij. Të ka falendëruar tani nga pas, okay. Po, më kanë thirrë në telefon, mi takuar tek Rodner dhe ai është habitur pse un kam bërë kaq shumë për të. Mirë, po shi vetë mundësia që mund të keni ndonjë bashkëpunim apo? Un kam bërë sepse un i denoj njerëzit që ju vijnë shumë përsipër, un i denoj shumë, domethënë kur shoh 10 kundra 1 them po pse? Edhe se si prekem dhe bëhem atë njeri, më kupton se me viktimen, gjithmonë bëhesh me viktimin. Jo viktimen. Jo, nuk ta le fare. Më pas ta le fare. Jo me viktimen. Bëhesh me njerëzit që mendojnë që i bëhen padrejtësi. Padrejtësi që kanë nevojë për mbështetje, sepse aty nuk di asgjë, Arvi ka provu vetë, ka qenë tani është kohë tjetër. Edhe më ka thirr, kemi takuar, ndetëm aty. Edhe kaq, unë bile kam deklaruar edhe përpara, që edhe kur dali domethënë nuk është unë do kam jetën time, po ti është e suportuar. E kam suportuar, kam ndje dhe siç e thash, nga që kam marr pjesë vetë, se mos kisha marr pjesë vetë as do isha marrë me gatë. Pas të mash, nuk kur e ke provu vetë të rri shpirti pa postu, sepse e di si është situata. Eksperiencë e vështirë. Është një ndër eksperiencat më të vështira. Do e kishe provuar në Shqipëri edhe një herë? Pas shumë vitesh po. Okej. Pas shumë vitesh. Do kemi planë arbor. Kemi album, kemi film.